Dha dorëheqjen nga posti pak ditë më parë, po Macron e riemëron sërish kryeministër të Francës Sébastien Lecornu. Presidenti francez Emmanuel Macron ka vendosur të riemërojë Sébastien Lecornu në postin e kryeministrit, pavarësisht dorëheqjes që ky fundi të dha mëngjesin e së hënës. Lajmi është konfirmuar zyrtarisht nga Pallati Elizee, ndërsa vendimi vjen në një moment delikat për politikën franceze me sfida të mëdha përpara. Lecornu, ish-ministri i mbrojtjes, kishte preferuar të largohej nga detyra duke deklaruar se kushtet për të vazhduar nuk ishin të përshtatshme dhe se interesat e ngushta kishin mbizotëruar, një mesazh që u interpretua se kritike hapur ndaj klimës politike aktuale. Megjithatë, vetëm pak minuta pas konfirmimit të emërimit të tij të ri, Lecornu reagoi përmes rrjetit social X, ku shpreh e pranoi me përkushtim misionin që më është besuar për të siguruar që Franca të ketë një buxhet deri në fund të vitit. Ky zhvillim vjen paralelisht me takimet e Macron me përfaqësuesit e partive politike në Pallatin Elizee, në përpjekje për të gjetur një konsensus që do shmangte një krizë më të thellë ose dhe shpërpërjen e mundshme të parlamentit.